Shikues në rrori, ju përshëndes, do të jemi së bashku me lajmet kryesore. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani do të kryesojë delegacionin shqiptar në konferencën e 5 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, e cila pritet mbahet në Bruksel. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani do të kryesojë delegacionin shqiptar në konferencën e 5 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, e cila pritet mbahet në Bruksel. Takimi do të shërbejë për hapjen e negociatave me Shqipërinë për hapjen e grup kapitullit të tretë, konkurrueshmëria dhe rritje gjithëpërfshirëse. Përfundimi me sukses i këtyre negociatave pritet të sjellë përmirësime të prekshme në jetën e qytetarëve shqiptar, si shërbime publike më të thjeshta dhe transparente, politika tatimore me të drejta të prirura për të bërë pjesë të tregut të vetëm të BE-s, mbrojtje më të forta për punëtorët dhe vende pune më të sigurta. Kjo krijon mundësi për bizneset shqiptare që të rriten dhe të përgatiten për të konkurruar për më shumë mundësi në tregjet europiane, dhe në të njëjtën kohë të rrisë normat e rritjes së Shqipërisë, duke u transformuar në këtë rritje sa më shumë mirëqenie, edhe në kushte të mira të jetesës, ndërkohë që u jep të rinjve akses më të madh në arsim, bursa, mundësinë e kërkimit dhe programet e trajtimit të Bashkimit Evropian. Ky vendim e çon Shqipërinë më pranë realizimit të vizionit të Shqipërisë 2030, ku përfitimet dhe rezultatet e integrimit në BE mund të aplikohen direkt në jetën e përditshme, me shërbime më të mira, me më shumë mundësi mirëqenie dhe me një vend më të fortë dhe më të qëndrueshëm për gjithë qytetarët tanë. Edhe pse më 11 maj qytetarët zgjodhën 140 deputet të rinj, Parlamenti do të hapë dyert në javën e ardhshme për të rikthyer edhe një herë trupën aktuale të ligjvënësve, mandati i cilëve do edhe pak muaj të përfundojë. Edhe pse më 11 maj qytetarët zgjodhën 140 deputet të rinj, Parlamenti do të hapë dyert javën e ardhshme për të rikthyer edhe një herë trupën aktuale të ligjvënësve, mandati i cili do edhe pak muaj të përfundojë. Disa prej tyre të rikonfirmuar për një tjetër mandat deputet, të tjerë që duhet të lirojnë karrike do të punojnë edhe për pak muaj, derisa në shtator të ulen të zgjedhurit e rinj. Puna e kuvendit aktual do të vijojë deri në 8 korrik dhe sipas kalendarit zyrtar do të bëjnë raportime vjetore të gjitha institucioneve publike, përfshirë dhe ato me drejtësinë, por krahas raportimeve të institucioneve, Parlamenti pritet dominohet nga debati mbi zgjedhjet e së dielës së 11 majit. Burime thonë se opozita nuk ka ndërmend ta kalojë në heshtje dhe nga foltoria e kuvendit pritet të përsërisë pretendimet mbi procesin zgjedhor. Parlamenti aktual i Shqipërisë, i dalë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021, e ka nisur mandatin e tij më 10 shtator 2021. Për këtë arsye, Parlamenti i ri i 11 majit pritet të konstituohet brenda 10 ditësh, të 2 të shtatorit, pasi sipas kushtetuesës kuvendi i ri duhet të mblidhet jo më vonë se 10 ditë pas përfundimit të mandatit të legjislaturës së mëparshme. SPAK së bashku me autoritetet italiane goditin një grup kriminal të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Itali Ballkan, por edhe më gjerë, duke lëshuar 52 masa sigurire në total, ku janë ekzekutuar 40 prej tyre. SPAK së bashku me autoritetet italiane goditin një grup kriminal të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Itali Ballkan, por edhe më gjerë, duke lëshuar 52 masa sigurire në total, ku janë ekzekutuar 40 prej tyre. Në krye të grupit dyshohej se shndronte Xhevdet Troplini, i cili duket se tashmë drejtimin ja kishte lënë nipit të tij, Elvis Doçi, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, si dhe Adi Çobës, por pjesë e këtij grupi kriminal ka qenë dhe Ekil Nderiaku, i cili njihet ndryshe si Kili. Ati është komunikuar masa në burg pasi është një prej të arrestuarve për atentatin dhe ish prokurorit Arjan Doja dhe Rumi Dëshiaku, tekse akuzohet dhe se ka siguruar kushte dhe mjete materiale për të eliminuar Mitri Priftin në periudhën 4 tetor 2020 deri në 30 janar 2022. Ndërkohë, në lidhje me aksionin Ura, nga bisedat e zbardhura nga aplikacioni i enkriptuar SkyCC, ka dalë në dritë se më 7 shtator 2020 Kili kishte marrë porositë për 2 kg kokainë, që u dorëzuan në Itali nga bashkëpunëtorët e tij me çmimin 38.000 euro për kilogram. Po ashtu, pjesë e dosjes hetimore për Kilin është dhe dëshmia e të banderit të drejtësisë Nureddin Dumani. Ky i fundit paratuesve ka deklaruar se Ekil Nderiaku merrej me kokainë që prej vitit 2013, pasi merrnin drogë prej tij dhe se kishte ngritur një laborator për përpunimin e kokainës pranë hotel-restorant Koral. Avokatët e një personi dyshuar për pastrim parash në rastin Black Eagle argumentuan para gjykatës apelit të Brukselit se ndjekja penale e klientit të tyre është e papranueshme, me arsyetimin se dosja është e paplot. Avokatët e një personi dyshuar për pastrim parash në rastin Black Eagle argumentuan para gjykatës apelit të Brukselit se ndjekja penale e klientit të tyre është e papranueshme, me arsyetimin se dosja është e paplot. 34 persona po ndiqen penalisht në këtë rast për pjesëmarrje në një organizatë kriminale aktive në trafikimin e kokainës midis Amerikës Latine dhe Europës nga viti 2018 deri në vitin 2020. Dy avokatët penale argumentuan se akuza kundër klientit të tyre, i akuzuar për ndihmës në pasurimin e shumave të mëdha parash nga trafiku i kokainës, bazoheshin në dokumente të marra nga dosjet të hapura jashtë vendit, njëra në Itali, tjetra në Spanjë, dhe nga të cilat gjykata ka vetëm përkthime të paraafërta. Sipas tyre, dosja është e paplot dhe për këtë arsye gjykata nuk mund të vërtetojë fajësinë e klientit të tyre. Ata argumentuan se procedurat ishin të papranueshme. Sipas çështjes spanjolle, i pandeuri, i cili është rreth 60 vjeç dhe aktiv në pasuri të paluajtshme në Shqipëri dhe Itali, dyshohet se ka marrë pjesë në takime me figura kryesore
në rrjetin e trafikimit të kokainës në Aruba, në Antillet Holandeze, por edhe në Monte Carlo në Monaco, në Tiranë, në Shqipëri dhe në Bruksel. Ai dyshoi se veproi si ndërmjetës midis njërit prej dy udhëheqësve të dyshuar të rrjetit dhe investitorë në Shqipëri për të pastruar para nga shitja e drogës. Kufit për kredit që japin bankat për blerjen e banesave do të hyjë në fuqi javën e parë të qershorit. Kufit për kredit që japin bankat për blerjen e banesave do të hyjë në fuqi javën e parë të qershorit. Vendimi i Bankës së Shqipërisë që përcakton rregullat e reja që duhet të ndjekin bankat është publikuar në platorin zyrtare, ku specifikohet se do të hyjë në fuqi pas 15 ditësh dhe do të fillojë të zbatohet nga bankat për kredit e reja për pasuritë paluajtshme rezidenciale që distribuohen nga data 1 korrik 2025. Vendimi përcakton kufitë sipër për treguesi raporti kredis ndaj vlerës që ndryshon në varësi të monedhës në të cilën merret kredia apo nëse është shtëpi e parë apo e dytë. Më konkretisht, në monedhën lek, raporti i kredive ndaj vlerës nuk duhet të kapërcejë masën 85%, ndërsa në valutë 75%, ndërkohë që blerja një shtëpie të dytë devijuese për monedha lek, raporti duhet të mos kapërcejë vlerën 80%, ndërsa në valutë është 70%. Po ashtu, vendimi i Bankës së Shqipërisë vendos kufi të sipër për treguesin e raportit të shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave në distribuim, duke specifikuar për monedhën lek nuk duhet të kapërcejë vlerën 40% për shtëpinë e parë dhe 35% për shtëpinë e dytë e mëtej, ndërsa me kredi në valutë, ky raport nuk duhet të kapërcejë vlerën 35% për shtëpinë e parë dhe 30% për të dytën e mëtej. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ditë më parë është kërcënuar me jetë përmes një emaili. Lidhur me këtë rast, Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur për mediat vendase se ka nisur hetimet për identifikimin e autorit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ditë më parë është kërcënuar me jetë përmes një emaili. Lidhur me këtë rast, Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur për mediat vendase se ka nisur hetimet për identifikimin e autorit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar informacionin nga Policia e Kosovës lidhur me rastin konkret. Në kuadër të kësaj ka autorizuar njësim përkatëse të policisë që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me identifikimin dhe zbulimin e kryerësit të mundshëm të veprës penale, ka deklaruar Arbrora Luta, zyrtare për komunikim në PSRK. Nga Presidenca e Kosovës kanë bërë të ditur se kërcënimi i fundit me jetë ndaj Osmanit është vetëm një hallk në zinxhirin e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë që ajo ka marrë ndër vite. Rasti i kërcënimeve të një pasionshme me jetë ndaj presidentes dhe familjes së saj është i vetmi në historikun e institucioneve, siç na është thënë nga institucionet e sigurisë, ku asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtsinë, deklaroi Bekim Kupina, këshilltar për media e presidentes Osmani. Albin Kurti ju rikthye idenë se një koalicioni me LDK-n i palëkundur nga refuzimet e saj. Albin Kurti u rikthye idenë se një koalicion me LDK-n i palëkundur nga refuzimet e saj. Kryeministri në detyrë i Kosovës nënvizoi se bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe 3 mandatet e nismës mund të bënte edhe deputet në parlament. Unë kam ofruar LDK-s mundësinë për koalicion, sepse e konsideroj si më të afërt për bashkëqeverisje, përsa i takon orientimeve dhe përvojave, por edhe sa i përket elektorateve tona. Them se ky do të ishte koalicioni i duhur. Vetvendosje plus LDK plus pakicat jo serbe do të bëjë 77 deputet. 57 jemi, edhe 20 të LDK-s do të bëshim 77. Madje nëse na shton dhe 3 të nismës, do bëhemi 80. Edhe për marrëveshjen ndërkombëtare, kjo besojmë që është rruga e dur përpara. Unë nuk jam përzgjedhur me qeveri teknike, qeveri tranzicionale, të cilat e lën Kosovën pa opozitë. Më herët Kurti insistoi se kandidatura Albulene Haxhiut për kryetar të Kuvendit të Kosovës është vendim i partisë dhe nuk do të tërhiqet, ndërsa u shpreh i gatshëm për kompromis me qeverinë. Qeveria kanadeze tha se është në bisedime me SBA-n për të bashkuar me sistemin e mbrojtjes nga raketat kupole Arq që synon të kundërshtojë kërcënimet ajrore të gjeneratës ardhshme. Qeveria kanadeze tha se është në bisedime me SBA-n për të bashkuar me sistemin e mbrojtjes nga raketa kupole Arq që synon të kundërshtojë kërcënimet ajrore të gjeneratës së ardhshme. Zyra e kryeministrit Mark Carney tha se ka diskutime aktive midis Kanadas dhe SBA-s mbi sigurinë, duke përfshirë programet ekzistuese dhe të reja si Golden Dome. Presidenti i SBA-s Donald Trump zbuloi planin për sistemin e ri të mbrojtjes nga raketat më herët të martën, duke njoftuar një shumë fillestare për 25 miliard dollarësh për ta ndërtuar atë. Ai shtoi se Kanadaja ka shprehur interes për të bashkuar. Ekspertët kanë dyshime se si SBA do të ofronë një sistem gjithëpërfshirës dhe është e paqartë se si do të merret pjesë Kanadaja ose sa do të paguante. Hapja e Kanadas për të bashkuar me sistemin e propozuar të kupolës së Arq vjen në mes të negociatave të vazhdueshme tregtare dhe të sigurisë midis dy vendeve, pasi Trump kërcënoi me tarifa të larta apo Kanadan dhe tha se do të ishte më mirë si shteti i SBA-s. Kjo nxiti një val patriotizmi kombëtar në Kanada që çoi në një fitore historike zgjedhore për qeverinë liberale të Kernit. Kanadezët i dhanë kryeministrit një mandat të fortë për të negociuar një marrëdhënie të re gjithëpërfshirëse sigurie dhe ekonomike me Shtetet e Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara kanë përzgjedhur dizajnin futurist të sistemit mbrojtës antiraket kupole Ark që do të mbrojë Amerikën nga sulmet, duke njoftuar lajmin presidenti Donald Trump ka deklaruar se sistemi do të jetë operacional brenda mandatit të tij. Shtetet e Bashkuara kanë përzgjedhur dizajnin futurist të sistemit mbrojtës antiraket kupole Ark që do të mbrojë Amerikën nga sulmet. Duke njoftuar lajmin presidenti Donald Trump ka deklaruar se sistemi do të jetë operacional brenda mandatit të tij. Duke folur nga dhoma ovale, Trump ka thënë se sistemi do të konsiderojë në teknologjinë e gjeneratës së ardhshme në gjendje të veprojë në det, tokë dhe ajër, duke përfshirë sensor me bazë në hapësirë dhe interceptues. Sistemi do të jetë në gjendje të interceptojë edhe raketa të qelluara nga ana tjetër e botës ose nga hapësira, ka shkruar Trump. Vetëm pak ditë pas se u kthye në shtëpinë e bardhë më 20 janar, presidenti bë republik synimin e tij për ndërtimin e sistemit, që do të kundërveprojë ndaj kërcënimeve ajrore të brezit të ardhshëm, përfshirë nga raketat balistike dhe ato kruajs. Një shumë paraprake për 25 miliard dollarësh është parashikuar për projektin në buxhetin e ri, edhe pse qeveria ka vlerësuar se kostoja mund të shkojë deri në 20 herë më shumë për mirëmbajtjen e dekada. Autoritetet amerikane paralajmërojnë se sistemet ekzistuese nuk janë në të njëjtin nivel me armatimet e sofistikuara të rivalëve të Shteteve të Bashkuara. Në një postim zyrtar në platformën X, zyra e kryeministrit bëri të ditur se Netanyahu kishte zhvilluar biseda me ambasadorin izraelit në SBA dhe me prokurorin e përgjithshme amerikane Pam Bondi, duke kërkuar që ngjarja të trajtohet me seriozitet maksimal. Në një postim zyrtar në platformën X, zyra e kryeministrit bëri të ditur se Netanyahu kishte zhvilluar biseda me ambasadorin izraelit në SBA, Yitzhak Leiter, dhe me prokurorin e përgjithshme amerikane Pam Bondi, duke kërkuar që ngjarja të trajtohet me seriozitet maksimal. Po dëshmojmë çmimin e tmerrshëm të antisemitizmit dhe të nxitjes së egër kundër shtetit të Izraelit, thuaj në deklaratë. Shpifjet e përgjakshme kundër Izraelit poshtohen me gjak dhe duhet të luftohen deri në fund. Netanyahu gjithashtu njoftoi se masat e sigurisë për ambasadat izraelite dhe përfaqësuesit diplomatik në mbar botën do të forcohen menjëherë si përgjigje ndaj incidentit. Ngjarja tragjike ka tronditur opinionin publik dhe ka ngjallur reagime të forta ndërkombëtare, mes tyre edhe nga liderë të tjerë të lartë si presidenti amerikan dhe presidenti izraelit, të cilët dënuan aktin si një sulm antisemit dhe të papranueshëm. Ukraina po përgatitet të kërkojë Bashkimit Evropian që javën e ardhshme të ndërmarrë hapa të guximshëm për të izoluar më tej Moskën, përfshirë sekuestrimin e aseteve ruse dhe vendosjen e sanksioneve ndaj blerësve ndërkombëtar të naftës ruse. Ukraina po përgatitet të kërkojë Bashkimit Evropian që javën e ardhshme të ndërmarrë hapa të guximshëm për të izoluar më tej Moskën, përfshirë sekuestrimin e aseteve ruse dhe vendosjen e sanksioneve ndaj blerësve ndërkombëtar të naftës ruse. Kërkesat vijnë pas vendimit të presidentit të SBA-s Donald Trump për të mos përshkallëzuar sanksionet ndaj Rusisë, duke rritur shqetësimet për qëndrueshmërinë e presionit ndërkombëtar ndaj Kremlinit. Në një dokument strategjik prej 40 faqesh që do t'i dorëzohet BE-s, Kiev kërkon legjislacionin që lejon sekuestrimin më të shpejtë të aseteve të individëve të sanksionuar dhe transferimin e tyre në Ukrainë. Po ashtu dokumenti rekomandon vendosjen e sanksioneve dytësore për blerësit e naftës ruse. Një hap që mund të prekte vende si India dhe Kina dhe sugjeron që BE-ja të kalojë drejt vendimarrjes me shumicë për sanksionet, për të shmarrë bllokimin nga vendet individuale. Ndërkohë, pasi bisedoi me presidentin rus Vladimir Putin, Trump u tha udhëheqësve evropian dhe Ukrainas se dëshiron të japë një mundësi diplomacisë, duke shtyrë sanksione të reja për një periudhë të pacaktuar. Kjo lëvizje ka shkaktuar shqetësim në Kiev dhe në kryeqytetet evropiane, ku ekziston frika se një lime e butë nga Washingtoni mund të minojë përpjekjet e përbashkëta për të ndaluar luftën në Ukrainë dhe për të bërë presion Rusisë për të respektuar ligjin ndërkombëtar. Ne me kaq shpëmbyllim të nderuar teleshikues, bashkëmi sërish në edicionin e radhës.